Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Duke fol për thirrjen fshehurazi. Përmendëm ligjëratat e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam momenti që i zbresin ajetet e para të surës Muddathir, Allahu me këto ajete vetëm se urdhon pejgamberin Allahut për me e fillu thirrjen e tij. Mirë, kur e fillon thirrjen, ashtu ishte urdhnuar që ta fillon fshehurazi. Andaj filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thirrë ato që i kishte më afër. Dhe kështu e thiri bashortën e tij dhe ajo pranoi Islamin. Më pas e thiri Ali radiallahu anhu, i cili e pranoi Islamin. Më pas Zeid ibn Haritha, vajzat e tij e kështu me radhë. Mi po ka pasur edhe disa tjerë të cilët kanë hyrë në Islam, prej çysh në fillim. Për tyre, për të parëve ka qenë edhe Waraka ibn Nawfal radiallahu anhu. E kemi përmendur disa herë, Waraka ibn Nawfal. Ishte kush? Ishte kushëriri i Hatixhes radiallahu anha, dhe ishte ai i cili edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Hatixha radhiyallahu anha kishin shku tek Waraka ibn Nawfal për arsye se kishte pranuar krishterizmin, ishte krishter, mi punat krishterizmin i cili ishte i pandryshuar. Dhe shkuan për mu interesu rreth kësaj ngjarje, fillimi i shpallës kur i kishte ardhur Xhibrili alayhis salam dhe i trishtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi po ki pastaj nga dia që i kishte nga librat paraprake, i tregoi se kjo është melaçja e cila i kishte ardhur Musa alayhis salam. Dhe i tha që nëse ish mjep Allahu imër dhe forcë, do t'jem krahu jotë dhe ndihmë si jotë. Mi pa Allah subhanahu wa taala e kishte saktuar që ai mos më shku shumë kohë vetë se më ndrujet. Mirë, po ka pas për ulemave që këta e kanë llogarit prej sahabëve, bile ka pas për tyre që kanë llogarit si njeriu i parë burr që ka pranuar Islamin. Andaj për tyre Sheikh Uthemini thot se për grave ka pranuar Islamin e para Hatixha radhiyallahu anha, ndërsa për burrave Waraka ibn Nawfal. Mi ka pas tjerë për ulemat që kanë thonë Waraka ibn Nawfal është besimtar, ka ndrujet si besimtar, e ka besu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mi po nuk llogaritet për sahabëve. Për arsye se ende pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ishte urdhëruar për me fillu thirrjen. Andaj ki ka ndrujet para se me zbrit ajo urdhni ku Allah azza wa jalla urdhon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për me fillu zbrit davetin. Andaj Waraka ibn Nawfal nuk llogaritet për sahabëve, mi po është për besimtarëve dhe këtë që dëshmon se është për besimtarë janë disa hadithe. Njëna për haditheve është ajo që e ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha, në cilën hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la tasubbu Waraka ibn Nawfal fa inni ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn. Mos e shani, mos folni keq për Waraka ibn Nawfal sepse kanë pa për të si janë përgatitur një xhenet ose dy xhenete. Bilash ose një hadith tjetër që është hadith hasan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kanë pa në mbrendinë e xhenetit wa alayhi thiyabu sundusin. Dhe i kishte pas dvesh disa rroba të cilat janë nga sundus, më ndashi i çmum. Ka dhe një hadith i dobët që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ëndër, dhe thotë e kanë pa në tesha të bardha, sikur se të kishin prej banorëve të xhenemit, nuk e kisha pa kështu. Çka tregon kjo vëllazër? Kjo tregon që te sahabët veç fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i urdhnon ose po i porosi sahabët që mos me e shoh, mos me fol keq për Waraka ibn Nawfal, tregon që te sahabët nuk ka qenë shumë i njohur dhe shumë nuk kanë pas bindje se kjo është për sahabë. Andaj edhe ka pas hezitim, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar këtë porosi. Sidoqë të jetë, për të parë që ka pranuar Islamin është Waraka ibn Nawfal radhiyallahu anhu. Po për të parë që ka pranuar Islamin është edhe një burr shumë i madh, që është bërë njeriu më i mirë në umet, e që është kush? Abdullah ibn Abi Quhafa at-Tamimi radhiyallahu anhu, ose ndryshe Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakrin për të kanë thonë dikush për ulemave dhe është mendimi një pjesë të madhe të ulemave, për të edhe Abu Hanifes rahimahullah, i cili thotë awwalu man aslama min ar-rijal al-ahrar Abu Bakr. Për të parëve burra që kanë qenë të lirë dhe ka pranuar Islamin ka qenë Abu Bakri. Nëse thotë për grave është Hatixha radhiyallahu anha, për çrobrumve është Zeid ibn Thabit, që folëm ligjëratën e fundit, dhe për fëmijëve është Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Abu Bakri radhiyallahu anhu vëllazër ka qenë prej njerëzve që i ka dashur më shumë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa dhe këtë ka dëshmuar ose ka potencuar pejgamberi Allahut kur është pyet në njëra prej haditheve nga Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, i cili e pyeti një ditë për ditëve, tha kush është njeriu që e do më shumë ti? Thash Aisha radhiyallahu anha, që kishte bashkëshort. Tha prej burrave, tha Ebuha, tha babën e saj, për Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Vazhdon hadithin, do të përmend. Pastaj thot Omer radhiyallahu anhu, mi po këtu po potencohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë pa kuni fare hezitimi, po thot kanë edu më shumë të burrave është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe nuk ka ez fytyrën e tokës tonë ulemaja, njeriu që është njeriu më i mirë pas pejgamberëve,
se sa Ebu Bekri radiallahu anhu. Ka qenë shok dhe dosti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë shumë i ngjashëm. Domethënë ka qenë edhe në karakter i ngjashëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë shpesh herë kur ka dhënë ndonjë mendim, ka qenë mendim i përputhshëm me atë mendimin që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ka qenë prezant. Nuk kanë qenë me një mezhlis. Mi po kur është pa, domethënë që atë dikun janë kanë mendimet që i ka dhënë Abu Bekri radhiyallahu anhu, gjithashtu edhe është dëshmuar ose është njohur si nga morali i tij, domethënë shumë veti të cilët i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mira që është njohur edhe shoku i vet Abu Bekri radhiyallahu anhu, pyetëre ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasallam që ne përmend, që është njohur me kasit si Sadiku Lemin, apo si njeriu besnik edhe i drejtë. Çashtu edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu më pas njëhet si Siddik, apo i drejtë. Janë njohur edhe për burrni, janë njohur edhe për shërbimin që e ka pas ndaj tjerëve, gjithashtu për bujarin, gjithashtu edhe për domethënë ndihmë po dhe largimin nga vendet që janë të këqija, edhe pahishme. Andaj këtë këto cilësi veti që i ka pas Abu Bekri radhiyallahu anhu, domethënë e kanë ndihmuar që ai me kanë pit parë ose me pranu shpejt thirrjen e Islamit. Andaj është transmetuar se Abu Bekri një ditë fillim të Islamit e ka takoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "E haqqun ma taqulu Quraysh ya Muhammad min tarkika alihatina wa tasfihika uqulina wa takfirika li abaina." A është vërtet o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ajo që e thonë Qurayshit se ti po fol keq për se i ke braktis idhujt ton dhe i ke nënçmu mendjet tona dhe ke fol keq për baballar ton, domethënë për besimin e tyre. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta kanë qenë disa, domethënë sikur se do ta shohim inshallah të ardhmen, kanë qenë disa akuzat që kanë qenë pa bazë. Domethënë po flasim për keq sjelljen e pejgamberit ose fjalë të këqija. Pejgamberi alayhis salam nuk ka shohë, po ka fol keq duke thonë se ata nuk janë që meritojnë adhurimin. Nuk ka fol për keq për etrit e tyre, apo për baballarët e tyre, po ka thonë se ata nuk kanë qenë besimin e pastër. E kështu me radhë, po të kanë dashur, domethënë ta nënçmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi i Allah thotë: "Ya Abu Bakr, inni rasulullahi wa nabiyyu, ba'athani Allahu li uballigha risalata." O Abu Bakr, unë jam rasuli i Allahut dhe i pejgamberit të tij. Allahu më ka dërguar që ta kumtoj mesazhin e tij. Andaj po të thrasi te Allahu që është hak, dhe është i vetmi i cili meriton mu adhuru dhe nuk ka sherik ose nuk ka ortak. Dhe në momentin që e thret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj e lexon Kur'anin më një herë, Abu Bekri radhiyallahu anhu e pranon Islamin më një herë, pa kur një farë hezitime, dhe këtë dëshmon pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njërin prej haditheve ku thot: "Ma da'awtu ahadan ila al-islami illa kanat 'indahu kabwatun wa taraddudun wa nadhar." Thot nuk e kam thirr dikan, ose çdo kënd që e kam thirr në Islam, vetëm ka pas një falloj ngecje, një falloj frenimi, një falloj hezitime. Illa Abu Bakr ma akama anhu hina da'awtuhu wa la taraddada fi. Thot përveç Abu Bekrit, i cili pa kur një farë hezitimi, ashiq nuk e ka bë pak si një vetë se ka pranu Islamin radhiyallahu anhu. Dhe më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë burr të madh ka më thon: "Inna Allaha ba'athani ilaykum fa qultum kadhabt wa qala Abu Bakr sadaq." Thot kur më ka dërguar Allahu mua si pejgamber, ju këtë më keni thon kerrent. Veç Abu Bekri më ka thon sadaq. Thot ti të vërtetën e ke thon. Thot wa wasani bi nafsihi wa malihi. Dhe ai ka qenë ai i cili ka fliju krejt vetveten e tij dhe pasurinë e tij për Islam. Thot fa hal antum tariku li sahibi. Thot a keni më malon rahat mu shokin tam, dhe përsërit këta dy herë. Thot a keni më malon rahat shokin tam. Dhe thuhet pasaj në hadithin Buhari që është fama udhiya ba'daha, dhe nuk ka pas më dikush që ka ngut se Abu Bekri radhiyallahu anhu. Mi po Abu Bekri vëllazër ka qenë sikur si një thesar, thonë ulemaja, thesari i çmueshëm që Allah e ka lënë, e ka rujt veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë me njëri sikur se përmendëm me sjellje të veçanta. Andaj njëna për haditheve thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr." Njeriu më i mëshirshëm por ummetin tam është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Mi po nuk ka qenë person që ka dashur veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekri, por ka qenë i veçantë dhe ka dashur edhe Qurayshitët. Pse kanë dashur Qurayshitët? Kanë përmendur ulemaja disa preventive që i ka pas, që i ka shtinë që edhe Qurayshitët me dashur Abu Bekrin. Ka thonë: "Wa kana rajulan mu'allafan li qawmihi muhabbaban sahla." Ka qenë njeri i dashëm, i afërt, shumë i lehtë. Andaj e kanë dashur Qurayshitët. "Wa kana ansaba Qurayshin li Qurayshin wa alama Qurayshin biha." Dhe ka qenë njeri që ka pas njohuri shumë për gjenezën, për ardhmën e arabëve, Qurayshitëve me kazve, po dhe historinë e tyre. Andaj edhe kjo i ka shtinë që me dash Qurayshitët e Abu Bekrin radhiyallahu anhu. "Wa kana rajulan tajiran." Ka qenë gjithashtu edhe tregtar. "Wa kana dhu khuluqin hasanin wa ma'ruf." Ka qenë edhe njeri i cili ka pas, domethënë sjellje të veçantë,
moral të veçantë. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafuna. Dhe ka pas njerëzit burra, domethënë mëdhoj, njerëzit shtresat e ndryshme, domethënë kanë shkuar kanë vizituar Abu Bekrin radhiyallahu dhe mezhlisit ku ka qenë Abu Bekri për arsye se kanë përfituar prej tij, për dijes së tij, por edhe për përvojës. Në veçantë vëllazër u përmend çka njohuria që ka pasur Abu Bekri sa i përket prej ardhës arabëve dhe historisë arabëve. Dhe kjo ka qenë diçka që shumë i ka tërheqë arabët dhe këtë kanë çmuar shumë. Andaj çdo kush i cili ka pas njohuri, Abu Bekri ka qenë më të dallumve, kanë shkuar dhe kanë nejt me ta me përfituar prej tij. Andaj edhe çdo shtresa domethënë intelektuale, qofshin këto pak më ndoj pa ata të rit, domethënë kanë frekuentuar mezhlisit ku ka qenë Abu Bekri radhiyallahu për arsye se kanë mësuar, kanë marrë dije, por kanë marrë edhe përvojë. Gjithashtu kanë nejt me ta nëpër mezhlisin ku ka qenë Abu Bekri radhiyallahu, kanë pas shef me nejt edhe tregtar. Edhe pse Abu Bekri nuk ka qenë tregtari më i dalluar me ke, por ka qenë tregtar. Apo i dëshmuar. Andaj ata kanë marrë përveç dijes, kanë marrë edhe nga përvoja Abu Bekri radhiyallahu, por nuk ka qenë mezhliset e tij të dalluar veç për këto shtresa që i përmendën. Po kanë qenë edhe për njerëz të thjeshtë vëllazë. Pra arsye se Abu Bekri ka pas sjelljen e mirë dhe ka qenë shumë mikpritës. Dhe çdo kush i cili ka ardhur me vizituar, përveç se ka mikpritë edhe është gëzuar shumë me vizitën e tij dhe ka pas çfarë çdo kush me nejt me ta, sepse nuk ka pa vetë se mirë. Andaj fakti që mezhliset, kuvendet ku ka qenë Abu Bekri po i vizitojnë shumë shtresat e me kazve, kjo tregon që domethënë Abu Bekri ka qenë njeri me autoritet dhe me prestizh, andaj domethënë ja ka vlet me nejt me ta. E tash pejgamberi alayhi salatu wasalam, dosti i tij radhiyallahu anhu, ka qenë prej të mirave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai bon se për me pranu islamin. Mi po kjo shoqëni që ka pas me Abu Bekrin radhiyallahu anhu para islamit, ka qenë ai që i ka bashku, tham karakteri, morali, i ngjashëm. Mi po më pas islamit ka marrë diçka që ka edhe më e madhe që ka më bashku, që ka më kon dashuria për Allah subhanahu wa taala. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzon çka autoritet që përmendëm te Abu Bekri radhiyallahu anhu për ta përhap islamin. Dhe Abu Bekri u përmend çka? Domthonë ka fliu këtë, ka dhënë kurban këtë autoritetin e vet, vetveten e vet, pasurinë e vet, familjen e vet veç për islam, për me shërbi dinin e Allah subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shfrytzuar edhe çka autoritet që ka pas te Abu Bekri dhe veç me përhap islamin dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë ai i cili domthonë as nuk ka vënë një farë sop tjetër veç të ndihmohet dhe të ecë përpara feja dini Allah subhanahu wa taala. Andaj Abu Bekri o vëllazër, kur ka hyrë në islam, nuk ka hyrë islam një njeri, ka hyrë islam një umet. Sepse Abu Bekri domethënë do të bëhet sebeb. Menjëherë sa hyn islam më për me përhap islamin. Dhe shkon pi të parëve që e pranojnë islamin dorën e tij është Uthmani radhiyallahu anhu, moshën 34 vjeçare. Gjithashtu është edhe Talha ibn Ubaydillah 13 vjet. Sa'd ibn Abi Waqqas i ka pas 17 vjet. Abu Ubayd ibn al-Jarrah i ka pas 27 vjet. Zubair ibn al-Awwam i ka pas 12 vjet. Abdurrahman ibn Aufi i ka pas 30 vjet. Këto që i përmenda kush janë? Çka i bashkon? I bashkon se janë të përgëzuar në xhenet. Ka me të kush prej tjerëve 10 përgëzuar pa u përmend? Omer radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu edhe Said ibn Zaidi. Çka i vën kjo shurmica dërmuese 10 përgëzuar në xhenet kanë uzu domethënë në dorën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Mi po Abu Bekri domethënë pse i ka synu këto, se kanë qenë elita, domethënë kanë qenë të veçantë e popullit e Mekasve. Andaj i ka synu këto por më kanë këto pastaj ata të cilët do të jenë shtylla e davetit. Ka ditë Abu Bekri radhiyallahu anhu kanë me thirr. Dhe janë përgjigj këta burra të mëdhtë që pastaj do të jenë ndihmëtar dhe përkrahasit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thirrjes tij, edhe pse kanë qenë pak në numër, mi po do të luajnë rol dhe do të lënë gjurmë në historinë islame. Mi po pejgamberi Abu Bekri radhiyallahu anhu sigurisht shoku i vet, dosti i vet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka bë? Nuk ka haru familjen e vet. Apo, jo me thirr këtë dunjën e familjen mrena, domethënë me haru. E përmendëm ligjëratën e parë para prake, apo çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka filluar më herë me familjen e vet. Kështu ishte edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, sigurisht shoku i vet, dosti i vet. Shkoi e thiri në fillim Rumanën, domethënë bashortën e vet, bintu Amir, e cila më njëherë pranoi islamin. Dhe ishte nona e Aishës radhiyallahu anha. Më pas ka pranuar islamin edhe Esmaja, që është bashortja e Zubair ibn al-Awwamit, e që ishte vajza e pejgamberit Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Gjithashtu më pas si fëmijë i vogël, domethënë do ta pranon edhe Aisha radhiyallahu anha, gjithashtu edhe djali i tij Abdullah, do ta pranon edhe Amir ibn Fuhaira. Amir ibn Fuhaira ka qenë i çorobrumi i Abu Bekrit. Domethënë ka pas rob, më pas e ka liru dhe ja ka shërby ke Abu Bekrit radhiyallahu anhu.
Aisha radiallahu anha tregon thot lem aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-din. Do thon pse se kam rënë mend thot unë e di që babën e nanën kum pas musliman. Do thon për Abu Bekrin edhe për Rumanin radiallahu anha. Ja vlen përmend vëllazër disa prej sahabëve të tjerë që kanë qenë të veçantë, sigurisht se këto sahabë që janë të veçantë, mi po ka qenë dikush që ka lënë më shumë gjurmë në histori dhe në sire, që janë udhëzuar si sebeb i thirrjes së Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Për tyre ka qenë Musab ibn Umairi, Al-Arqam ibn Al-Arqam, Uthman ibn Mad'un, Khabbab ibn Al-Arat, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, u përmend ligjëratën e fundit. Apo kur i kishte kujtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, edhe ti ke fsheh Islamin në fillim të thirrjes apo. Kujt i tha? Miqdad ibn Al-Aswad, domethënë shtëpi parë që ka pranuar Islamin. Dhe kush ka qenë sebeb i Islamit ti? Abu Bekri radhiyallahu anhu. Gjithashtu ka pranuar në dorën e Abu Bekrit edhe Bilali, Suhebi, Jasiri, Sumeja dhe të tjerë. Domethënë për një pjesë të madhe të tyre dhe inshallah gjatë shpjegimit dhe ligjëratave të sirës do t'i përmendim ngjarjet e tyre. Ka nxjerrë Imam Ahmedi vëllazër nga Ibn Mesudi një fjalë të tij i cili ka thonë awwalu ma adhhara islamahu sab'atun. Të parë që kanë shfaq shesha e Islamin kanë qenë 7 veta. Ka qenë Rasulullahu alayhi salatu wasallam, Abu Bekri, Ammari, nana e tij Sumeja, Suhebi, Bilali dhe Miqdadi. 7 parë që kanë shfaqë, që kanë nxjerr shesha e Islamit. Më pas është edhe një fjalë tjetër Ibn Mesudit thotë laqad ra'aytuni sadisa sittatin 'ala al-ardi ma muslimun, domethënë ma 'ala al-ardi muslimun gayruna. Ke pa thotë njërin prej 6 vetave që ishme musliman, nuk ish musliman tjerë në tokë përveç neve. Janë duke fol tash këto thënia që jam të i përmend janë për fillimin e Islamit. Ammar ibn Yasir thotë ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu abudin wa imra'atani wa Abu Bakr. Do të kanë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe për rreth tij nuk kish vetë se 5 rob, 2 gra dhe një burr që ka qenë Abu Bekri radhiyallahu. Burri lirum domethënë. Prej robëve kush? Këto 5, kush janë këto? Ibn Hajeri ka përmend, ka thonë është Bilali radhiyallahu anhu, njëri prej tyre, Zeid ibn Harith që u përmend. Apo Amir ibn Fuhaira që ishi shrobrumi i Abu Bekrit, u përmend apo që i ka shërby Abu Bekrin. Ammari dhe baba e tij Jasiri. 5 rob. 2 gra që kanë qenë të parave, ka qenë Hatija radhiyallahu anha dhe kush? Ummu Aymeni al-Habashiyya radhiyallahu anha. Kur e kemi përmendur Ummu Aymeni? Kjo ka qenë ajo e cila është kujdesur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju kujtohet, Abdullahu kur vdes, baba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka lënë si robnesh këtë Habashijen, Abesinasin, ka qenë një robnesh Abesinase, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pa pastaj kur martohet me Hatijën e liron. Mi po edhe pse liron, domethënë kjo ka qenë ajo e cila domethënë vazhdimisht është kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka dashur si evlad dhe pejgamberi alaihi wasallam thotë nona ime pas nonës time Aminës e kum pas Ummu Aymenin. Edhe kjo ka qenë ajo e cila pit parë që ka pranuar Islamin dhe ka qenë Abu Bekri. Sa'd ibn Abi Waqqas thotë ma aslama ahadun fil yawmi alladhi aslamtu fihi wa laqad makathtu 7 ayyam wa inni la thuluthul islam. Thotë kur e kam pranuar Islamin unë çat ditë nuk ka pranuar dikush tjetër dhe 7 ditë kam ne, domethënë përveç meje, thotë 7 ditë kam ne, thotë dhe unë kam qenë një e treta e Islamit. Domethënë përveç meje s'ka pas vetë 2 muslimanë tjerë. Këto fjalë vëllazër mundesh me thonë se ka mos pajtim mes tyre apo lirshëm mundesh me thonë. Ka disa mos pajtime, ka kontradikta apo. Mi po pse këto? Për çfarë arsye? Se Islami ka qenë fshehur azi. Dhe çaj që ka pranuar Islamin ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe nuk ka ditë veç 1-2, s'ka njoft më shumë. Dhe çdo ka fol pi prizmit vet apo pe njohurive që i ka pas. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam çaj që ka ardhur me pranuar Islamin nuk e ka zgjukit dunjas. Çka ka ardhur me pranuar Islamin, si ka pris se ka dikush tjetër që ka pranuar Islamin, sepse natyra e thirrjes ka qenë kësaj. Andaj mundi mi hoz, domethënë në fillim të Islamit dikush thotë unë kam 1/3 e Islamit, ki thotë unë s'kam pa vetë 5 veta, ki thotë 7 veta, ki 6, domethënë ka pas, mi po të tjerë domethënë nuk është se ka njohur sepse natyra e thirrjes ka qenë e fshehtë. Nga kjo pjesë e sirës vëllazër, ulemaja kanë nxjerrë disa mësime. Që ja vlen mi përmend, njëna prej tyre ka thonë mujalasatul akhyari wa suhbatuhum barakatun ala man jalasahum. Këtu përmend edhe ligjëratën e fundit. Do të thonë me nejt mu shoqëruar me njerëzit e mirë është barakat, dhe është hajër. Dhe kemi përfituar në dunjë në ahiret. Apo këtë rast shka Abu Bekri radhiyallahu anhu ka pas shok me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për arsye të shoqënisë dhe doslokut që ka pas me ta, domethënë e ka gëzuar më pas edhe hajratën dunjë dhe në ahiret. E dyta,
sjellja e mirë, morali i mirë, domethënë është ajo e cila i afron njerëzit. Abu Bekri radhiyallahu anhu u bë sebeb për arsye sjelljes që kishte me të tjerë, i afroi shumë lehtë një pjesë të madhe, domethënë thirrjen e Islamit dhe pranon thirrjen e tij. Dhe kështu ka qenë kush? Edhe shoku i vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kena përmend disa herë fjalën e Hatixhës radhiyallahu anha, e cila tha: "Wallahi abshir, wallahi la yukhzik Allahu abada." Rri rahat se nuk koriti Allahu. Dhe ja përmendi disa veti që dëshmojnë shka moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo se ti je i kujdesshëm me farafisin e ndihmon të tjerë tek shumë radh. Këto ishin çfarë dëshmi për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk ka qenë njeri i mençur apo njeri i largpamës, njeri i urtë. Këtë këto veti ka pas pejgamberi alaihi salatu wasallam. Mirë, po aty sallallahu alaihi përmend diçka që i bën njerëzit për mi me u ble zemra dhe mi thirr ato dhe nuk të korriti Allah kushdo që i ka këto. Andaj edhe Abu Bekr radhiyallahu anhu e kish çështën e vetis, domethënë sjellës mirë, moralit mirë dhe u bë sebeb për me pranu Islamin një pjesë e madhe dhe pastaj do të jetë kjo pastaj dëshmia e Allahut azza wa jalla. Allah azza wa jalla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e lavdron Kur'an, çka thotë wa innaka la ala khuluqin adhim. Dhe ti je me një moral përsosur. Nuk e lavdron me diçka tjetër, po ti ai i cili e ka moralin e lartë. E treta vëllezër për mësimeve që i marrim është se kushdo që ka autoritet, domethënë kjo ndihmon atë për me kon më për me i tërheq pas vete, domethënë dikën që ka me lënë gjurmë në Islam, domethënë në jo njerëz të thjeshtë. Andaj Abu Bekri autoritetin e tij e shfryzoi për me i thirrë njerëz jo të thjeshtë, por kish për tyre që ishin domethënë koka ose elita e shoqënisë. E katërta vëllezër është se nga kjo Islami e Abu Bekrin e kuptojmë çka sa shpejt i shpërgjigj të vërtetës. Momentin që e ka kuptuar më herë shpërgjigj Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe kjo tregon për sa ai personi i cili përgjigjet shpejt të vërtetës, kjo tregon se ai në realitet nuk është mendje e madh, është njeri i përulur. Dhe kjo nuk është e çuditshme për Abu Bekrin radhiyallahu anhu, po, se Abu Bekri ka qenë tregtar, domethënë ka pas udhëtime të ndryshme dhe i ka rënë raste me u taku dhe me njerëz nga ahlu kitabi. Dhe e kanë dëgjuar ato Abu Bekri nga ato se ka marrë një pejgamber së shpejti nga veni jota. Andaj edhe në momentin që del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përgjigjet më një herë, në vërtetës. Po përveç kësaj pastaj kjo ka më shoqëruar Abu Bekrin gjatë të jetës, apo. Për shembull në rastin e Isras dhe Mirajin për cilën do të flasim, vën pejgamberi alayhi salatu wasallam i tregon me kazve ato tallën, po më thonë që këtë mall se edhe Abu Bekri s'ka më pranu. Domthonë çket udhëtimi mbrana natës me shkon në Aksa dhe më kthi, as Abu Bekri më nuk e pranon. Edhe pastaj kur shkon Abu Bekrit i thonë radhiyallahu anhu, i thotë veç a e ka thonë, usos, edhe unë e besoj. Çuditën ato. Me po për atë arsye është quajtur pastaj edhe As-Siddiq radhiyallahu anhu. Edhe kjo domethënë besoj ja vlen me meditu ose me reflektu besimtari kur e kupton se si Abu Bekri radhiyallahu anhu domethënë është përgjigj shpejt, do të më menu çdo kush me neve, domethënë në momentin i shoh na musliman se e ka kuptuar domethënë rëndësinë e namazit dhe pozitën e namazit në Islam, nuk ka gale pse vonon ose është neglizhant ndaj namazit. Gjithashtu motrat e kuptojnë që rëndësinë e mbulesës, domethënë nuk e kanë problem se vonojnë edhe për gjendë një arsye shumë banale, me thonë sa se ka kohë, ai se vën koha. Ose vllaznitë e kuptojnë rëndësinë e mezhliseve dhe sa janë të rëndësishme ato për me mbajtur fetarinë e vet, domethënë prap e neglizhojnë, nuk prish punën, e këshirën edhe diku tjetër, ose dëgjojnë diku tjetër, po edhe nëse se dëgjojnë në fundit, më rëndësi është me pas e kena udhëzimin. Alhamdulillah, ki udhëzimi po dush me mbajt këta. Andaj Allah azza wa jalla ka thënë ya alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. O ju cilët keni besu, përgjigjni Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjni Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në çka mi përgjigj? Lima yuhyikum, apo idha da'akum lima yuhyikum. Kur ju thrasin diçka që ju jep jetë juve. Do thonë thirrja e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajetet dhe hadithe janë që japin jetë shpirtit tonë dhe zemrës tonë. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Dhe dini se Allahu azza wa jalla është mes teje dhe zemrës tonë. Ka mundësi domethënë ti të vënë në vërtet bëhet e qartë në vërtet dhe ti janë shkalon ata, e neglizhon ata. Apo bëhet pastaj që ajo se bën ndoshta që edhe pastaj edhe kur të dush me pranu s'e ke me pranu. Se Allahu yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Zemrat tona janë mes dy gishtat të Allahut. Dhe i ndron çu çdon. E ke pa të vërtetën dhe se ke pranu, e ke pas shumë qartë, të çdon shumë mundësi, shumë begati për me kon prezant në për disa mezhlise ose për me pat hajrin ose për me ndjek hajrin, me praktikuar ata dhe pastaj ti nuk e ke bën. Ndoshta pastaj ke më dashmi po smunësh sepse Allah subhanahu wa taala ndalon. Pse se ti nuk e ke di kimetin atëherë kur të është bë e qartë. Gjithashtu Allah thot alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ata të cilët e dëgjojnë fjalën, ayat hadith, wa yattabi'una ahsana dhe ndjekin ata në mënyrë më të mirë.
ulaika alladhina hadahumullah, ata janë ata të cilët i ka udhëzuar Allahu azza wa jalla, ulaika hum ulul albab, dhe këta janë njerëzit e mençur. E pesta vëllezër prej dobive është se besimtari duhet me shfrytzu çdo shans, çdo moment për me thirrën fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj besimtari nuk është vetjak, të shbohet qartë një e vërtet, një hak, një e drejtë, e shef se mundesh me kanë sebeb për diçka thuje se nuk e din ku Allahu subhanahu wa taala është lënë bereqet. Andaj në momentin që ti thret për të Allahut, në realitet ti duke folur në mënyrën më të mirë, me fjalën më të mirë. Apo Allah thotë: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." A ka njëri që flet më mirë se sa ai që thret te Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar ne beligu anni walau aya. Transmetoni ose kumtoni në qoftë edhe një ajet. Andaj Abu Bekr radhiyallahu anhu e shfryzoi çdo moment, çdo rast. Për me shku më i thirrë e pranoi Islamin kush? Shumë veta po. Pe atyre Uthman radhiyallahu anhu, Zubair dhe i përmendëm të tjerë. Dhe këtu ja vlen vëllezër çdo njëri për ne me parashtu pyetje. Me parashtu vetës pyetjet edhe me dhon përgjigje. Domthon sa jena bën ne sebeb për muxhu dikush. Sa jena bën sebeb ne për me lënë dikush mëkatin, gjunahin. Sa jena bën sebeb ne që me drejtu dikan. Domthon atë i cili ka hutu dhe ka humbur rrugën. Këto përgjigje besoj çdo kush do të më i lip dhe me kanë pjesë e tyre, sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë çka fa wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Me udhëzu Allah se sebeb ti më të bën për një person është më mirë për ti se sa shumë deve, domethënë të kuq ose shumë pasuri. E para fundit vëllezër për dobive është do të më marr mësim nga Abu Bekri, Islami i tij dhe thirrja e tij se domethënë do të më sakrifikuar shumë për Islam dhe për thirrje për davet. Me sakrifikuar shumë për Islam. Abu Bekri ishte në gjendje me sakrifikuar çdo gjë vetëm e vetë për me u përhap dini Allah subhanahu wa taala. Mi pa Abu Bekri ishte Abu Bekr, edhe në fillim të Islamit, por edhe në momentin kur e dorëzoi shpirtin Allah subhanahu wa taala, Abu Bekr ishte radhiyallahu anhu. Domethënë as nuk hezitoi, as nuk u nal, as nuk u lodh, as Abu Bekri ishte Abu Bekr radhiyallahu anhu. Andaj jo rastisht edhe është njeriu domethënë që është njeriu më i mirë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë umat. Dhe fundit të vëllezër është e shohim nga disa emra që u përmend, po edhe do të përmenden inshallah që e kanë pranuar Islamin në fillim, e shohim se si është përhap, domethënë në filloj baraspeshje, domethënë shoqëri pranimi Islamit. Nuk ka qenë shumica atyre që kanë pranuar Islamin nga fisi Banu Hashim, veç pse është familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose nuk ka qenë shumica atyre që kanë pranuar njerëz të pasur, ose shumica, jo, domethënë ka pas për tyre Banu Hashim, po edhe fisëve të tjera. Apo ka pas për pasonikëve, po edhe për fukarave, edhe për njerëzve të lirë, po edhe për rrobëve, edhe për grave, edhe për burrave, edhe për fëmijëve, me tregu që domethënë Islami jo nuk është e një shtresë ose një pjesë, një grupi, një partije, po është Islami që është rahmetun lil alamin, që është mëshirë për gjithë botrat. Lutim Allah subhanahu wa taala të na bën pe atyre siç na ka dhënë Allah azza wa jalla pjesëtar të dinit Islamit, na ka dhënë udhëzim, na ka dhënë Islamin, Allah azza wa jalla na mësoft të harrojmë atë. Dhe na mësoft Allah subhanahu wa taala të adhurojmë shpirtin e Allahut me këtë Islam. Na boft Allah subhanahu wa taala pe atyre që do të takojmë këto burra që i përmendëm me emra dhe po flasim diçka rreth jetës së tyre, ti takojmë ata në xhenetul firdaus dhe të kënaqemi duke u shoqëruar me ta. Amin. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.